Andri, a ma mirë në Kosovë a në Amerikë? Të nga tjeta, unë jam Casey Cooper Johnson, për ndryshe dhëndër Kosovës. A shikoni ju nga një herë seancët në Parlament të Kosovës? Unë për veti shikoj të gjithë. Është me vërtet ma i mirë nga krejt programet argëtueshme në televizion. Mirë po, në kohën e fundit e kam vërejtur që diçka nuk është bashkë në rregull në Parlament. Nëse në Kosovë, mbi 50% të popullit janë nën moshës 30 vjeçar. Atëherë, pse në Parlament të Kosovës nuk ka asnjë deputet nën moshës 30 vjeçar? As të duket edhe juve diçka pak a shumë jo reprezentativ aty? Hajde të shikojmë çka thojnë ata në kuvendi jo rinore për çështje e rinive. I respektuar i kryetari i kuvendit, zotëj Ministër Haraqia, kolegë deputet dhe ju të pranishëm. Të nderuara zonja dhe zotëri, ne si institucione, por edhe si barës të proceseve vendit, duhet të pranojmë sinqerisht para rinisë se nuk kemi arritur që asaj t'i sjellim një perspektivë që i takon. Kjo e para. Një dukuri mjaft e keqe mendoj se është dhe çështja e kafeneve, internetit dhe lokaleve të tjera që punojnë gjanë edhe tërë natën. Në këto lokale të rinj tane kalojnë tërë natën, deri dhe në mëngjes, ku konsumojnë duhan, pije alkolike, besa dhe lloje të ndryshme të drogës, dhe të nesërmen normal si të lodhur që janë vetëm flenë dhe nuk mësojnë. Qashtu është. Shumë është problem. Rinia është ardhmëria e komit, rinia është një problem i shoqërisë. Mirë po, rinia i ka dy probleme kryesore. E ka problemin e shkollimit dhe problemin e punësimit. Për rinin atë gjithë kemi fjalë të mira. Sepse rinia i meriton kjo. Rinia është kudo, në çdo popull, po të ne mos është gjysma e popullit të ri. Atëre duhet edhe lavdatat kemi më shumë dhe kemi krenar që kemi këtë strukturë. Çështja është shumë më e gjerë, po duke nisur nga fusha e legjislacionit për një mbështetje deri te institucionet të arsimit. Po kërkohet një koordinim i veprimit i planifikuar mirë, duke nisur nga bashkëveprimi ndërministror, organet e qeverisjes lokale, organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, OJQ, rinore, përfaqësuesit e mediave, fushat e veprimit akademik, universitete, shkollat e mesme, donatorë të huaj dhe vendor që kanë mundësi të operimit në fushën e rinisë. Në lokalet ku ka prostitucion, ose duhet të marrë masa të rrepta ndëshkuese që të ndalohen, ose në to duhet të ketë kujdes që ato të jenë higjienike si në vendet tjera perëndimore demokratike. Ky parlament as pak nuk ka punu me rinin, po ka punu dikush tjetër. Kush? Kretë e dim. Pse me të kishim na punu me rinin, nuk do të kishte me u bë trafikimi i femnave. Të kishim na me punu me rinin, nuk do të kishin mbushun për natë kafeterit gjatë natën. Të kishim na punu me rinin, nuk do të kishim me pas drogat, shitjet, bles, ku ta di une shka po ndodh natën, se po flaj heret. Debati vunin ndukje pozitën, rolin dhe rëndësinë e rinisë stres e ndihshme shoqërore. Pozita dhe roli i kësaj shtrese varet drejt për drejti prej shkallës së zhvillimit ekonomik. Është pjesë tetë e ndihshme, kërkon kujdes dhe interesim institucional. Për me zbut këtë problem që me vrastin dhe ashpërsin u parashqit gjatë këtij debati. Nëse bëhen përpjekje dhe bëhet preokupim i menjes e gjithë atyne që jonë ministri, këshilltar, komisionit pranë kuvendit, që
përfshimja e maturantëve në studime bëhet problem për okupim. Atjere edhe në këto kurse. Shikues nderuar, kërkoj shumë falje për këtë gabim teknike. Ndoshta, ata deputetët të moshuara janë pak shumë të lodhur për me udhëheq politik edhe me zhvillu Kosovën. Për këtë arsye, unë mendoj se ka ardhur koha për do njerëz të ri me nxona ata karrikat e politikanëve. Prandaj, e apeloj të gjithë ju të rinjt, bëheni kandidat për zgjedhjet e ardhshme, bashkoheni me partitë politike ose më i mirë, bëni edhe një parti të ri, komplet rinor. Mos pritni derisa edhe ju e bëni plec për me hinë politik. Dilni prej kafiqeve, dilni prej prostitucioni, edhe drogat, edhe papunësia. Janë 120 vendet të punës që do të janë të hapur në nëntor. Edhe unë për veti do të votoj për juve. Edhe për ju deputetët të tashme, mos mërzitni, sepse pensionet janë 40 euro në muaj.